Na shqiptarët jemi si biberi, pa neve, nuk kuqet pas ule. Nice. Jo veç ne, po dy shqiptare në Met Gala. Qysh e dim, Met Gala është eventi vjetor i modës që organizohet për Institutin e Kostumit në Manhattan. Këtë vit, tema ka qenë super fine tailoring edhe black dandyism. Normal e pritshme kur A$AP është në co-chair. Dua Lipa u paraqit në costume Chanel, edhe po duket për rallore. Bebe Rexha, e grimuar nga Jona Dafina Neziri, she is looking super fine. Tiana Taylor e ka shut it down me këtë costume Marc Jacobs që realisht po duket fenomenale. Rihanna na solli një lajm të bukur, shtatzën për herën e tretë, edhe e veshur nga Marc Jacobs. Damson Idris me një kostum F1 nga Tommy Hilfiger, ku edhe promovoi filmin e tij të fundit. Cardi B, kjo po që m'la përshtypje, a beautiful look, fix në temë me këtë velvet Burberry suit. Doechii u shfaq me një look interesant nga Louis Vuitton. Jodie Smith duke përfaqësuar kulturën afrikano-amerikane me kostum Burberry. Edhe për fund është Zendaya, suit i top në të bardha nga koka deri te këmbët në Louis Vuitton. E ty, cili look të kalon përshtypje mas shumëte? A e keni ndaj favorit tjetër që se kom përmend? E për ma shumë video si kjo, subscribe në Urban FM 103.5 në YouTube.